Mes maleve të veriut shqiptar, i mbrojtur nga natyra dhe koha, qëndron Drishti, një nga vetbanimet më të lashta të trojeve tona. Muret e kalasë së tij nuk janë thjesht gur, janë kujtesë, janë dëshmi e shekujve që kanë kaluar mbi këtë tokë. Nga larg, kalaja duket si një rojtar i përjetshëm mbi luginën e gjelbër. Poshtë saj, natyra merr frymë me qetë. Lumi që përshkron gjelbërimin sjell jetë ashtu siç ka bërë brez pas brezi. Në majën e saj, fortesa sfidon kohën. Ajo ka parë perandori të ngrihen dhe të bien, por vetë ka mbetur simbol i qendresës shqiptare. Rrezmalit, shtëpitë prej nguri tregojnë historinë e njerëzve të thjeshtë, por të fortë. Çdo dritare, çdo mur ruan një pjesë të shpirtit të këtij vendi. Muzeu i Drishtit mban gjallë kujtesën, trashëgiminë, dokumentet, rrënjët tona. Pamja me tjekulla të kuqe dhe malet që rrethojnë krijojnë një tablo që duket sikur koha ka ndaluar. Shtëpitë e vjetra prej guri janë identitet, janë vazhdimsi. Dhe kur e sheh kalan nga poshtë, madhështore dhe të heshtur, e kupton. Drishti nuk është thjesht një vend, është histori, është qendresë, është frymëzim, është Shqipëri.